Ulja e numrit të martesave dhe rritja e rasteve të divorceve në Shqipëri, sipas dhënave të Instat, për ekspertët janë një këmban alarmi. Raporti 1/3 zgjidhjes së martesës është rezultati i disa faktorëve, mes të cilëve presioni ekonomik. Familja është tronditur, po jo vetëm familja, por gjithë shoqëria, sepse tani të gjithë edhe të rinjt kanë frikë që të martohen. Tashmë ne kemi martesa që sapo bëhet një fëmijë, pra fëmia i parë fillon edhe çifti nuk e përballon dot presionin e njëri tjetrit, mosmarrveshjet, grindjet, edhe ka ndodhur dhe në ato raste kur fëmia është ende në barkun e nënës, shkojnë pra drejt divorci, sepse ka shkaqe të ndryshme, të cilat janë duke filluar që tek pasuria, pra flas për ato martesa të cilat bashkëshorti i tyre ka kryer pasurinë përpara martesës dhe aty fillojnë konflikte lidhur me pasurinë, duke qenë se femrat nuk janë të zhveshura nga pasuria. Avokati thotë se vendosja e një kontrate paramartesore që rregullon regjimin pasuror përbën një raport më të sinqert mes partnerëve. Vendosin që të bëjnë kontrata paramartesore në mënyrë që të rregullojnë regjimin pasuror nëse do të shkojnë drejt divorcit. Me këto besoj që janë martesa më të sinqerta, tregojnë që këto martesa funksionojnë, sepse gjërat janë shumë të qarta. Ritmi i vrullshëm i jetës, por edhe pasiguria financiare, rrit ndjeshëm moshën e çifteve që lidhin kuror, ndërkohë që në shoqëritë e sotme, jo pak herë divorci shihet si një zgjidhje.